Po valloj me 2 duart e çaj votën, çka do që të bën Albin Kurti me pru vëllezërit e mëdha atje. Me 2 duart. Ka bot disa agesiv. Po ajo çapo du me thonë, konceptualisht unë kam problem. Problemi jam me këtë qeveri është konceptualisht. Lidhet me qëtë shtet, me qëtë vend. Na jemi në rrezik, unë nuk po egzageraj. Po unë të e po, çka po ndodh në botë, të e po sjelljen tonë, zgjedhje mas zgjedhje, të e po që krejt ekonomia po shkon në vendet rajonit. A din investitori më i madh në Shqipëni kush është i huaj? Jo. Kosova. Investitori më i madh. Investitori më i madh në Shqipëni është Kosova. Pra kompanitë e Kosovës më shumë të investojnë atje. Çka flet kjo? Po çka kjo flet që këtu s'ka klimë investime. Për 5 vjet nuk është një investim. A keni ndonjëherë përveç që në mshël fabrikat e Kosovës për shkak të rrymës që u hap në fabrikë? Zoti Kurtin këtë tha unë një moj thamë hyrë anonime, tha dhe diasporës marrë me sjell këtë, tha s'muj me negociu, e sfidoj kolegu, tha ami 2 emrat kompanive. S'ka sen ma knasi, sot kishar djali, Idajes Abdul, njoni për tyne për Teksasi, me po qëfar djali, ishar me bu një internship, një praktik për Teksasi, me të knas shpirti kur këthejen ata djemë. Generata 3, po. Me të knas shpirti kur këthejet një investitor. Po i valloj me 2 duart e çaj votën, çka do që të bën Albin Kurti me pru vëllezërit e mëdha atje. Ka bot disa agresivëri për riktimin. Çka ka bë përveç ja u ka hjek sigurimi shëndetësor. Veç tri kallëzëm çka ka bë. Qysh bot investimi? A janë 18 zona ekonomike që i ka miratu qeveria Ramush Haradinaj? A janë? Ti pse bre vëlla çto zona s'po thu pe destinoj çito zona transparent vetëm për diasporën. Vetëm për investor diaspor. E juvja është. Bëmni argumentet që i keni mjetet, po doni, e juvja është. Pse vlla s'pe bën, kush penal, numrat po, nëse nalëm. Vota në diaspor po. Po votat ata, edhe na kemi vota në diaspor, se vëllezër e motra janë. Se jem të fol për vota, na jem të fol për me mujt me pru që gjeneratën e re diasporës, që janë të shkëlqyshëm, o për besë pashos. Generata e re nuk është shumë integrume në politikë në Kosovë. Jo, se kanë për politikë, po ajo që apo du me thonë, kur të renë në Zvicër, kur rishë Syri, kur shkojshë në Gjermani, kur shkojshë në Londër me najtë me shqiptar, u të knaqet shpirti. Shpirtit knaqet çfarë njerëz sukses shumë janë. Bes, po këthemi, nga nga mediku në 3 minuta dhe në fund. To zgjedhje, ajon, po, mare besnik, të të onet, shkoj minutat. Bes, këto zgjedhje, a kanë mi dhonë zgjidhje venit, a janë zgjedhje të cilat me futin Kosovë janë prapë drejt një krize të re politike, nëse i referohem deklaratat të zotit Kurti, sikur kjo sot, ta amni pasim i votat, t'ja blokoj shtizet opozitës. Nuk e dija, kam e më votuesi me shku më këthy prapë në parlament. Po, ne... Ki dyshime si deputeti ma aktim, kitë kuvendës me marrë votarës? Këtu nuk i ditë, edhe vitin, edhe herën e kalume kam qenë 3 herë deputet ma aktiv, shumë po, në politikë s'dijet.